Dashi, mund të përballesh me një vendim që lidhet me karrierën ose me një projekt personal. Është e rëndësishme të mos reagosh me nxitim. Analizo mirë të gjitha mundësitë para se të veprosh. Një këshill nga një person i besuar mund të jetë shumë e vlefshme. Demi, stabiliteti emocional rritet dhe kjo të ndihmon të shohësh më qartë një situatë që të ka shqetësuar. Mund të ndjesh nevojën për të bërë disa ndryshime në rutinën tënde. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje. Një planifikim i mirë do të ndihmojë. Binjakët, një lajm i papritur mund të gëzojë dhe të japë optimizëm. Mund të jetë një ofertë, një bashkëpunim ose një mundësi për të zhvilluar një ide që e ke menduar prej kohësh. Komunikimi është shumë i rëndësishëm sot. Shfrytëzoje këtë energji. Gaforja, mund të ndihesh pak i lodhur emocionalisht. Është një ditë ku duhet të kujdesesh më shumë për veten dhe të shmangësh situatat stresuese. Një bisedë e qetë me një person të afërt mund të ndihmojë të ndihesh më mirë. Luani, një mundësi bashkëpunimi mund të shfaqet papritur. Nëse e analizon me kujdes, mund të rezultojë shumë e dobishme për të ardhmen. Mund të marrësh edhe një lajm që lidhet me një projekt të rëndësishëm. Qëndro i hapur ndaj ideve të reja. Virgjëresha, një detaj që të tjerët nuk e vënë re mund të bëjë diferencën për ty. Aftësia jote për të analizuar situatat të ndihmon të marrësh një vendim të mirë. Mund të zgjidhësh një problem që të ka shqetësuar. Peshorja, marrëdhëniet dhe komunikimi me partnerin ose me miq të janë në qendër të ditës. Mund të sqarosh një keq kuptim që ka krijuar tension. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë shumë qetësi. Akrepi, një e vërtet mund të dalë në dritë dhe të bëjë të mendosh ndryshe për një situatë. Mund të ndihesh pak i befasuar në fillim. Megjithatë, kjo do të ndihmojë të marrësh një vendim më të qartë. Shigjetari, mund të mendosh për ndryshime në rutinën tënde ose për një projekt të ri. Një ide që të ka ardhur kohët e fundit mund të marrë formë. Energjia është e mirë për të planifikuar hapa të rinj. Britsjapi, puna dhe përgjegjësitë janë në qendër të ditës. Mund të besohet një detyrë e re që kërkon përkushtim. Megjithatë, kjo mund të jetë edhe një mundësi për të treguar aftësitë e tua. Ujori, idetë e tua kreative mund të vendosin në qendër të vëmendjes. Mund të marrësh mbështetje nga një person që beson aftësitë e tua. Peshqit, një mik ose një person i afërt mund të japë një këshill shumë të vlefshme. Mos e injoro këtë mbështetje. Mund të ndihmojë të marrësh një vendim që e ke shtyr prej kohësh.